Qëndrimi në xhami musliman është sunne, është traditë e Rasulit alayhi salam, domethënë nuk është obligim. Obligim të bëhet ty vetëm nëse ke thonë për shembull Allah na rujt, nuk është formë e mirë kjo se ban kurkush, mirë po nëse ke thonë ndonjëherë, nëse ma jep Allahu azza wa jall këtë mirë, ose ma largon këtë keqe, ku me qëndru dhe ditë e fundit në Ramadan në shelën në xhami, atër është obligim për ty, duhet me qëndru. Por në ryshi nuk është obligim, është traditë e Rasulit alayhi salam. Megjithatë, ka disa gjëra të cilat e prishin itikafin, qëndrimin në xhami nëse i vepron. Për shembull, me dalë prej xhamis pa nevojë. Në cilat raste lejohet me dalë prej xhamis kur je në itikaf, je në shelën, i izoluar në xhami. Lejohet o musliman për me marrë ushqim, shkon e merr ushqimin. Dikush thot do të më gut, e më kthy shpejt, jo. Ec normal, shkon e merr ushqimin edhe kthehesh. Por pastrim, për nevojë, nëse se ki në xhami, shkon, e krye nevojën, kthehesh, shkon pastrohesh, kthehesh. Nuk ka kurrë të keqe. Nëse xhamia është një xhami në të cilën nuk falet xhumaja në ta. Na kena thënë, lejohet me bë këtu itikaf, veç se nuk ban nëpër xhamia të cilat janë lanë krejt, për shembull nëpër fshatra të thella, ka një xhami që realisht mshel thonë populli. Në ato jo, në ato nuk ban me bë itikaf, për ndryshe xhamia e cila është funksionale ban me bë itikaf në ta. Nëse aty nuk falet xhumaja, shkon e fal xhuman. Pa gutje, pa kurrë, shkon e fal xhuman, kthehesh. Vetëm jo ato traditat e njerëzve, pak më ul me pije një kafe, jo këtu, ama shkon e fal xhuman dhe kthehesh. Por dëshmi, për shembull, je dëshmitar me një rast kur ti është mirë me kanë aty. Thirr kadia, thirr gjyqi me dhënë dëshminë tane, shkon, e jep dëshminë tane dhe kthehesh. Nuk ka kurrë të keqe. Jo në këto dëshmijat, po martohen asot e a kishe mujt edhe ti me ardh, ose Allah na rujt, po du me marrë kredi edhe hajde edhe ti me dëshmu. Jo, s'po foli për kësi, po foli për dëshmit të cilat je kanë, Allah na rujt, e ke pa në rast, që nëse nuk dëshman të është ti, i bëhat pa drejtësi dikujna në gjyq. Atëre po, këto raste, po, për ndryshe nuk është mirë me dalë prej xhamis. E lutem Allahun azza wa jalla na bëj muslimanëve të mirë, na bëj aty që mundohemi sa të pak me praktiku traditën e Muhamedit alayhi salam.